Të dashur shqiptar, kur po shikoja intervistën e një xhaxhai shumë të dashur në Pelopones, që po fliste me një greqishte që se kuptonte njëri, thash me vete, ç'a po thot ky? Ai fliste një dialekt të ngjashëm me ilirishtan, dialektin dorik, quhet gjuha e Cakonjas. Grekët thonë që Cakonia vjen nga Lakonia, por në gjuhën pontike, Cakon i thonë thikës, që të pret. Pra nuk duket se vjen nga fjala Lakonia, po ashtu, në gjuhën e Cakonjas, fjala myza është miza në Shqip. Çmenduri vjen nga fjala myga, e gjuhës pontike, e folur në detin e Zi, të dashur shqiptar. Kjo është greqishtja pontike me kryeqytet Arbanion. Dhe ky xhaxhai kishte një admirim të jashtëzakonshëm për arvanitët, fliste me një dashuri të madhe për ta. Ishin gjitonët e tyre, dhe ai thotë që mbante sandale që ai quante Opinci Arvanitika. Opinci është fjala opinga, por në gjuhën aromune, në shumës. Dhe aromunët i thonë opingës, opingë, me kë, opingë, në trajtën e pashquar, opinka në trajtën e shquar, dhe fjala opinga në gjuhën shqipe, edhe në gjuhën vëllehe, aromune, vjen nga gjuha slave kishtare. Opikunka do thot opinga. Pra, nga gjuhët slave, kjo futet në Shqip, futet në gjuhën vëllehe dhe futet në gjuhën arvanitase. Por ne dim që slavët kanë hyrë në Hellad dhe në Iliri në shekullin e 6 të erës sonë. Pra të gjitha pretendimet greke që gjoja shqiptarët kanë ardhur mbas shekullit të 15 janë mashtrime shumë të mëdha. Vetë fjala opinga, vetë kjo fjalë, në gjuhën e Cakonjas, dialektit dorik, i folur dhe në greqishten pontike. Fjala oping, fjala sandale, këpuc, e thoshte greku xhaxhai i dashur që vjen nga gjuha arvanitika. Dhe nuk kishin fjalë tjetër Cakonjasit për këpuc, veç se opinci në numrin shumës. Nuk e di si është në numrin 1, sa ai po e fliste në numrin shumës opingat. Dhe mbeta shumë i befasuar. Pra, tashti e kuptoni që nuk ka gjuhëtar serioz në Greqi. Janë të gjithë turbo-helen. Janë varianti grek i Kocaqit. Përpiqen të shpjegojnë që nuk ekziston kombi shqiptar, ndërkohë që është kaq e ngjashme shqipja me gjuhën e Cakonjas sa ju do habiteni. Pra zbulimin e fjalës miza nuk e ka ditur as Jokli, as Majri, as Pederseni, sepse unë gjuhën e Cakonjas e kam zbuluar në YouTube për herë të parë, dhe fjalën miza, që ato i thonë myza. Vjen nga fjala mia e helenishtes, por kjo është çmenduri. Dhe pastaj mësova që në gjuhën greke kokës së drerit i thonin ho brindos, në gjuhën ilire u bë brindos, origjina e brindizit. I thonin varkës ho lembos, në ilirisht është lembos, e zbuluar nga unë në një plak në Marseille. Dhe ky është dialekti epik i poemave të Homerit, dhe pastaj zbuloi që fjala mali është në gjuhën e Odiseas, pra ka shumë mundësi që di male të mos jetë dy fije leshi, se s'ka kuptim, por janë pikërisht dy majat në urën vajgurore. Nuk është gjetur në gjuhën helene dy fije leshi, dy male. Kur? Atëherë ilirët flasin dialektin dorik, sepse në dimale është gjetur pllaka në greqisht dialekti dorik para rendëse e gjuhës së Cakonjas. Pra, më bëri shumë përshtypje që këpucët janë opinci në gjuhën e Cakonjas.
dhe i thoshte që vjen nga gjuha arvanitase dhe jo nga gjuha vlehe. Ky person kishte një dashuri shumë të madhe për shqiptarët dhe duhet dini një gjë. As jevgjit nuk janë përzënë nga Greqia. As slavët nuk janë përzënë, janë akoma në fshatrat e tyre. As vlehet nuk janë përzënë dhe greqishtja në fakt është një përzierje e këtyre dialekteve multietnike. Ndërsa shqiptarët e ashtu quheturit pellazg, që mua s'më pëlqen, sepse është vetëm një popullsi e vogël në luginën e Pelazgiotis në Thesali, ndërkohë që ilirët janë shtrirë në të gjithë gadishullin ilirik dhe kanë folur dialektin epik që e kam provuar unë. Pra të thuash që ilirët vinë nga Pelazgjia, do të thuash një lloj si kur gjuhëtarët austriak thonë që shqiptarët vinë nga Thethi. Pse? Sepse Thethi është pranë principatës Dioklea, që do thot fama e Zotit në malin e zi. Prandaj, ndërkohë që ilirët janë shtrirë në Dalmaci, në Kroaci, në dikurshme, s'kishte patur slav, dalmat, në Dioklea, në Shqipërinë e sotme, që quheshte Albania gjithmonë, nuk ka qenë e pirë asnjëherë. Dhe po mendoja të dashur shqiptar gjatë xhirim të këtij filmi, në fakt tani më ra në kokë. Emri Greqi vjen nga graja, emri i Demetrës gjatë dimrit e cila thinjet zbardhet si toka. Dhe malet e Shqipërisë, Albania, vjen nga mali Albis, për të cilin thot Straboni që ekziston në Iliri, dhe është pikërisht mali Albis ku strehohet Apollo gjatë dimrit. Pra emri Albania është emri i Iliris gjatë dimrit. Askujt si ka shkuar ndërmend një gjë e tillë. Absolutisht askujt. Pra toka gri është graja, Greqia gjatë dimrit, Akaja është ankthi i Demetrës gjatë dimrit, kur zhduket vajza e saj Persefon dhe kthehet përsëri në pranverë me lulëzimin e bimëve. Dhe vendi me dëbor në veri në malet e Iliris quhet Alpet e Europës, Albi në gjuhën greke, dhe fjala Albi nuk ekziston në greqisht, është Alfis, lumi i bardhë, me F. B-ja bëhet PH në greqisht, me B është në gjuhën e Ilirëve. Pra mali Albis është mali i dëborës në dimër, kur Greqia gjithashtu quheshte graja, grua e thinjur, dhe Alba është grua e bardhë, gruaja e dimrit në Iliri. Pra u gjet më në fund enigma e madhe e Albania. Pra emri Iliri është një sharje e shëmtuar greke, do të thot syçakër. Emri ynë është Albania, pik. Ka kuptimin toka e zbardhur me dëbor gjatë dimrit, dhe fjala Alba është në gjuhën hitite e shkruar me fjalë shkronjë sumere në vitet 1900 para erës son, në pllaka prej balte, dhe atje Alpa quhen ret e dimrit të bardha. E kuptoni apo jo? Në Shqip është fjalë tabu, është bërë Arbanion. Dhe kështu është bërë dhe në gjuhën e grekërve pontik, Arbanion. Përfundimisht, nuk do përdorim më fjalën Ilyria, syçakër, por emrin Albania, toka e bardhë gjatë dimrit. Pik, mbaroi kjo u zgjidh me dialektin e Cakonjas, që neve na quajnë Arbanë dhe Arvanë, Arvanitas. Dhe opingat janë të bukura fjalë slave, kanë hyrë në gjuhën shqipe dhe në gjuhën e Cakonjas në shekullin e 6 të erës son. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.